Urdhër aresti nga Kosova përse u arrestua në Tiranë djali gazetarit Artan Hoxha. Prokuroria e Shtetit ka vendosur nën hetim për përfshirje në krim të organizuar djalin e gazetarit nga Tirana Artan Hoxha. Geri Hoxha, i moshës rreth 25 vjeç, është arrestuar të hënën e 19 janarit në Tiranë në bazë të një urdhër arresti të policisë së Kosovës. Urdhri ndërkombëtar për arrestimin e Hoxhës është shpallur nga autoritetet kosovare në 13 janar të këtij viti, siç ka bërë të ditur Policia e Shtetit në Shqipëri. Geri Hoxha dyshohet për përfshirje në krim të organizuar në fushën e trafikimit të qenieve njerëzore. Bashkë me të, Policia e Shtetit ka arrestuar edhe Renaldo Bibën, një tjetër të dyshuar për përfshirje në krim të organizuar. Në Tiranë u bë kapja dhe ndalimi i shtetasve RB dhe GH banues në Tiranë. Këta dy shtetas ishin të shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi përfaqësuesi special i sekretarit përgjithshëm të UMNIK-ut Kosovë, më 13 i pari 2026, ka lëshuar urdhër arrest ndërkombëtar për këta dy shtetas si të dyshuar për kryerje në veprave penale, pjesëmarrje ose organizimi i grupit të strukturuar kriminal në fushën e trafikimit të qenieve njerëzore, tha policia shqiptare në një njoftim për mediat në 19 janar. Sipas njoftimit të policisë së shtetit, dy të dyshuarit janë ndaluar me qëllim ekstradimin drejt autoriteteve të Kosovës. Arrestimin e djalit të tij e ka konfirmuar gazetari Artan Hoxha. Gazetari i njohur për trajtimin e temave të botës së krimit dhe mafjes në Shqipëri ka kërkuar që të mos deklarohet gjerësisht me arsyetimin se nuk e ka pranuar ende dosjen e plotë të rastit. Ai u shpreh shkurt se sipas tij rasti mund të ketë prapavi politike dhe se po përdoret për ta goditur për shkak të punës së tij si gazetar. Gjykata e Tiranës pritet vendos për ekstradimin e Hoxhës dhe Bibës brenda një afati prej 40 ditësh nga dita e arrestimit. Brenda këtij afati, autoritetet kosovare kanë mundësi të dërgojnë kërkesën për ekstradim si dhe për shkrimin e provave bazë të rastit.